është fajtor vrasjen e tejkalim të kufive të mbrojtjes së nevojshme në emër të popullit, mori dhe shpalli publikisht sot me datë 29/9/2025 këtë aktgjykim. I pandihuri Edon Bujupi është fajtor sepse me datën 29/10/2023 rreth orës 21:15 minuta në banesën e tij pas një mosmarrëveshje në mes të pandihurit, Edon Bujupi dhe miqve të tij, babait dhe vëllait të bashortës kanë filluar përleshje në mes veti, ku gjatë përleshjes fizike në mes tyre me dashje që ta privojnë nga jeta e pandihuri, Edon godet me anë të ftohtë, e cila Teu ishte i gjatësisë 90 mm, i cili si pasojë e plagëve të shkaktuara ka ndruar jetë në SHSKK, e gjitha kjo si pasojë e sulmit të atëqasshëm, që është të paprishëm dhe të kundërligjshëm, që është shkaktuar të pandihurit, me çka ka kryer veprën penale vrasje në tejkalim të kufive të mbrojtjes së nevojshme. Andaj gjykata në bazë të dispozitave ligjore të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, të akuzuarin Edon Bujupi e gjykon për veprën penale vrasje në tejkalim të kufive të mbrojtjes së nevojshme nga i shqipton dënim me burgim në kohë gjate prej 12 vite, i cili dënim do të ekzekutohet 15 ditë pas plotësishtërisë së këtij aktgjykimi. Në dënimin e shqiptuar të pandihurit, Edon Bujupi do të llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 1/12/2023 e tutje. Gjykata deri tek ky vendim që u shpall tani ka ardhur duke pas parasysh të gjitha provat, faktet dhe rrethonat që kanë ndikuar deri tek ardha e këtij vendimi të gjykatës. Gjykata ka pas parasysh si rrethonat lehtësuese, po ashtu edhe ato rënduese, të cilat do t'i merrni në fond të shkruar. Arsyeja pse kemi shkuar me tejkalim, vrasjen në tejkalim të kufive të mbrojtjes së nevojshme është se i pandihurit tani paraprakisht ka qenë i sulmuar nga Ajdeni dhe tani ndjeri Alip, kështu që e gjitha kjo ka ndikuar që cilësimi juridik të bëhet ndryshe, pra të rikualifikohet dhe të vim deri tek ky ndryshim.